Gjysma e parë e vitit është mbyllur me performancë pozitive për bizneset në Shqipëri. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se qarkullimi i bizneseve për periudhën janar-qershor 2026 u rrit me 127 miliard lekë ose 7% më shumë se njëjta periudhë e vitit 2025, duke u dyfishuar në krahasim me rritjen ekonomike. Rritja në qarkullimin e bizneseve sipas Ministrisë së Financave është mbështetur kryesisht nga 3 sektor. Tregtia rezulton të ketë pasur rritjen më të madhe me plus 10% krahasuar me 6 mujorin 2025. Ndërtimi gjithashtu regjistroi një rritje prej 9%, duke u renditur në vendin e dytë, ndërsa shërbimet, ndryshe nga më parë që konsideroheshin kryesore në qarkullim, kanë zbritur në vendin e tretë me një kontribut plus 4%. Prodhimi rezulton me rritjen më të vogël në plus 2%. Sipas ministrisë, kjo ecuri vjen për shkak të rritjes ekonomike, formalizimit të mëtejshëm të ekonomisë, çka do të thotë raportim më i plotë i xhirove të deklaruara dhe konsumit të brendshëm më të lartë, mbështetur nga rritja e të ardhurave dhe punësimi. Në të njëjtën linjë ka ecur dhe aktiviteti ekonomik i bizneseve, referuar të dhënave zyrtare në total deri në fund të qershorit 2026. Numri total i bizneseve ka arritur në 148.270, ndërsa në raport me një vit më parë rezulton një shtesë prej 12% më shumë në numrin e bizneseve. Ritmi i rritjes reflekton përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e besimit të sipërmarrjes dhe zgjerimin e aktivitetit ekonomik në sektor të ndryshëm të ekonomisë, kryesisht shërbimi dhe transporti. Ecuria pozitive e ekonomisë lidhet me disa faktorë si përmirësimi i konsumit të brendshëm, lehtësitë administrative për hapjen e bizneseve, si dhe rritja e interesit për investime në sektor të caktuar. Megjithatë, sfidat mbeten të pranishme. Qëndrueshmëria e kësaj rritje do të varet nga zhvillimet gjeopolitike dhe luhatjet në kostot me të cilat përballen bizneset, të cilat pasohen me presion mbi fitimet dhe investimet. Megjithatë, sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave, viti pritet të mbyllet me një rritje ekonomike prej 4%.